Vllaznia e futbollit për femra është në përgatitjet e fundit për sfidat europiane, në pritje të ballafaqimit me kampionen slovene Spartak Myjava. Për turin e dyrt të UEFA Women Champions League, skuadra kuqeblu e drejtuar nga trajneri Nikolin Leka ka zhvilluar një ndeshje miqësore me ekipin e Apollonis, edhe kjo një skuadër e kampionatit shqiptar që do të luajë në Kupat e Europës. Ndeshja e luajtur pas ditën e së dielës në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës është mbyllur me rezultatin 2-3 në favor të ekipit mysafir nga Fieri. Për trajnerin e vllaznisë Nikolin Leka, ekipi i tij vjen pas një faze përgatitore me ngarkesat e larta në qytetin e freskët të Pukës dhe futbollistët akoma nuk janë ambientuar me fushën e lojës. Nuk them drejtën, nuk jam i kënaqur megjithëse na vijmë pas një faze përgatitore, Bajraki Tiranë, vajzat nuk janë liruar nga kam, por ishte thjesht një ndeshje që ta shifshin vetin, ta kontrolloshin vetin ku jena. Them drejtën, më mirë kemi edhe 10 ditë kohë, që në ndeshjen e parë kemi shumë për të rikuperuar, për të riparu dhe do t'i shohim gjanat ditë për ditë duke riparuar veprimet, por vajzat ditë për ditë janë duke të lirohen nga kam dhe normalisht do dalim aty ku dëshirojmë. Normalisht shpresojmë të jenë sa më mirë, vajzat thash shkojnë drejt atij harmonizimi, sepse siç keni parë ju, ka 2 ditë kohë që ka ardhur qendërmbrojtëse braziliane, ajo nuk është harmonizuar la me pjesën tjetër të grupit, por gradualisht do të vim në momentin e duhur, në vendin e duhur dhe në kohën e duhur, ashtu siç duhet me kanë. Pa diskutim që është e lartë morali, sepse lojë Champions League shumë prej vajzave nuk kanë luajtur Champions League në herë dhe normalisht që është për ta një diçka jashtëzakonshme. Megjithatë, deri në përballjen e datës 5 gusht në kampionen slovene Spartak Myjava, Leka është optimist se skuadra do të vijë në formën e duhur për të dhënë më të mirë në fushën e lojës. Përballjen gjysmëfinale me ekipin sloven Spartak Myjava, vllaznia do ta luajë me datën 5 gusht në stadiumin Stelios Kyriakides, Panos Çipro, duke nisur prej orës 20:30. Fituesja e kësaj sfide do të përballet në finalen e grupit 6 eliminator me fituesin e gjysmëfinales tjetër Apollon Ladies Çipro dhe Zarni Poloni.